që kanë 61 vota, kanë me zgjedhë kryetarën e kuvendit, që kanë me zgjedhë qeverinë. 52 edhe 61 janë nën vetë ma pak. A mendoni se është e qëllimshme kjo që po bëhet, sipas jush? Atëra ka bërë të qëllimi shkemi që kanë certifikuar dhe sa dhe paraqit si deputet. Nuk e di, së është çështje unë me dhona të vlerësim vetëm muj me ta tregu që sot ne kishim bërë shkelje. Ne nuk mundemi me për ligj, me votën tonë, me mandatin që na ka dhënë qytetarët një shkelje kushtetuese me vetdije. Kjo është arsyeja pse unë besoj se ka qenë qartë. Por ta hyjnë shumë të sigurt se këta, po them, në mbledhjet e komisionit, 3 parti kanë votu kundër, se janë pajtu pas debateve, pas arsyetimeve, se janë pajtu me raportin. PDK, LDK, OOK, vetëvendosje, lista serbe, edhe të tjerë, kanë votu krejt bashkë, kanë votu pro. Qka ju ndodhi deri sa erdhen se onë, qka nuk du me spekulu, a jënë marrë vesh, as jënë marrë vesh, a kanë pasë situata tjera, por 52 deputet, ku jënë 61 deputet. Për menimin tem, problemin kryesor ta se kanë pse dështoj kjo. Problemin kryesor se sot u po që Albin Kurti dhe vetëvendosja e kanë 52 vota. Kjo është fuqia aty në politike aktuale. Qëllimisht po e bllokon procesin. Jo të lutem, ana më sharon që të punën e listës serbe, sepse AK-ja tha që lista serbe ka abstenuar së bashku me disa. Nuk ta sqaroj që s'është punë jam, ta sqaroj pozicionin e PDK-s. E kemi thonë, zoti Gruda, deputeti ynë, e ka ngritë këtë temë edhe këtë çështje në komision. Është mbështet pastaj edhe për LDK-s, edhe për AK-s. Sepse është kushtetuese, shikoni materialet që i kemi marrë, shkru nuk mundet me qenë deputet, pika parë thot kryeministri, ministra, pastaj thot kryetarët e komunave, pastaj thot kryeredaktorët e kujdijun. Më falni, me logjikën e këtyne sot ne e kishim pasur Bedri Hamzën këtu. Njeriu më i votumi PDK-s, edhe i ish opozitës. Kandidati jonë për kryeministër. Pse nuk është Bedri Hamza këtu? Sepse ka respektu ligjin dhe kushtetutën, ka dhonë dorëheqje, sepse e din që s'mundet me e dhonë betimin duke pas pozicion ekzekutiv. E këta po dojnë edhe ekzekutiv edhe legislativ. Po jo, se s'ndodhë kjo me një vend demokratik. A është dorëheqja eksplicite zgjidhja e vetë dhe në këtë skenar, në po pozicionet edhe t'juja të lëvizjes së vendosja, apo shkojmë drejt një, le themi, kontestimin që ka të kushtetuese për këtë situatë? Unë mendoj që sa i përket gjykatës kushtetuese sot lënda ekziston, sepse ka ndodhur një veprim, është marrë një mbledhje, është marrë një komision, e ka një raport, nuk ka kalu, lëndë po, nga ajo që dëgjova kryesuesin e seancës, ai tha që tash do t'ja dorëzojnë presidentës. Thonë drejtën sot nuk e di cilat janë kompetencat e kujt, është çështje që do ta trajtojnë. Ajo që mund t'ua them unë është që çdo vonesë me konstituu institucionet është humbje për Kosovën. Ne thrasim sot sa më herët zotin Kurti, le t'jap dorëheqje ai edhe ministrat që janë zgjedhur deputet, le të vinë kuvend. Le të vinë kuvend, po le t'japin dorëheqje. Nuk japet me Facebook e me referime këtë njoftim, atë njoftim. Jap dorëheqje për pozitës kryeministrit, ata tjerë për pozitave të ministrave, e tjerë, le të vinë këtu, kalon në rënd situata. Po pa ndryshu konteksti, pa ndru faktet, pa ndru situata legale, nuk mund me ndru vota ju. Po? Po ata dashnë me dhonë dorëheqje herët se ligji që kanë shkru vetë ja u ka kërku një gjatë ti. Kushtetuta po ashtu. Mirë, tash jemi në situatën se si duhet bërë dorëheqja, se duket se të gjithë po gjejnë arsye për ta zvarritur gjithë procesin. Kështu po na le të kuptojmë, pavarësisht që është e drejtë kjo që thot Memli, por sot tashmë ekziston kjo dorëheqje vullnet. Po, ekziston tashmë dorëheqja, se është bërë publike, e prezantuar edhe në media dhe e njoftuar edhe publikisht. Dhe kjo intervistë është live që sapo e bëri. Intervista ishte live edhe e deputetëve të kaluar. Po sa tha zoti Krasniqi, nuk ka dokument. Ky i boni thirrje prapë me dhënë dorëheqje e marrën kuvend. Po dokumenti është publikuar sot media. Është publikuar letra dorëheqjes. Po sa që se pranojmë nga Facebooku, po duhet ta binë kështu. Këtu gabimi është që këta u dashnin këto dorëheqje me i bot publike sot në orat 8 mëngjesit. Edhe me i thonë që po shkojnë në seancë,
të dorëhequr. Po mbas se ka mujtë edhe opozita me bo pak presion për me ndodhë këtu dorëheqje para se më mbajt kjo sold, sepse kjo mbledhje, sepse në mendjen time, kështu pak si një konspiracionist i Vockelqam, më duket se i kemi dy skenare në këtë moment, pra, si që shohën edhe opozita, po edhe opozita kanë shku me një skenar të caktuar. Por tash në momentin e fundit duket se njëri funksionon nga të dyja. Opozita unë mendoj. Mirë, Agim Batiri të lutem. Agim Batiri? Vete ata, në zdina, vete ata. Ata, vete, ata. Unë mendoj që opozita, okej. Po, këthejemi edhe një në studio, po sepse kemi edhe zotri Ardian Zeshirin në lidhje direkte, por përfundoj ato që ishte duke thënë. Unë mendoj që opozita